Shfejohet motra e Gjestit, ja kush është personi që i ka marrë zemrën asaj. Blerina, motra e Gjestit, kishte vendosur të tërhiqej plotësisht nga vëmendja e rrjeteve sociale. Duke kërkuar një jetë larg syrit të publikut, ajo e ka kufizuar kontaktin me ndjekësit e saj. Ajo dha sot një lajm të mirë duke treguar se është fejuar. Ajo ka ndarë her pas here me fansat e saj disa momente të ngrohta me personin e saj të zemrës, i cili duket se i ka rikthyer buzëqeshjen asaj. Konfirmimi zyrtar i fejesës nuk erdhi nga një deklaratë klasike, por fal vigjilencës së fansave të vëllait të saj, Gjestit, ata i kishin dërguar asaj një buqet të madhe me lule të shoqëruar me një letër urimi për fejesën. Blerina nuk ka nguruar ta publikojë këtë gjest të ëmbël në internet, duke e bërë kështu lajmin publik për të gjithë. Ndonëse tashmë ajo nuk e fsheh më unazën e fejesës që shkëlqen në gishtin e saj, Blerina ka zgjedhur të ruajë një profil privat për partnerin. Urime Blerina me trashëgime nga stafi jon. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.